Së pari është evidente që një mbikalim është duke u ndërtuar, që është mbikalimi të një qendre përballë një qendre tregtare aty, që patjetër do krijojë mundësinë e kalimit të banorëve dhe sigurisht që jemi krejtësisht hapur që të ulemi dhe të shohim nëse ka nevojë shtesë për mbikalime, të ulemi me grupet e interesit dhe të shikojmë se cilat janë mundësitë. Ajo çfarë është e rëndësishme është aty puna po ecën. Ne kemi përfunduar 6 kilometrat e parë dhe në qoftë se kam për çdo qytetar që kalon me automjet e konstaton që faza pasardhëse është në punime të avancuara. Ajo shkon deri, le themi, kalon dhe mbi kalimin e Kasharit, deri pothuajse te Kaza Italia dhe bën përsëri dyfishimin e rrugës. Plani është duhet edhe të demolohet mbikalimi i Rinasit dhe të ndërtohet një mbikalim i ri me që të krijojë hapësirën e katër kursive. E kemi të pamundur të punojmë për demolimin e atij mbikalimi gjatë sezonit veror, do filloj shumë shpejt menjëherë pas sezonit veror, pasi është pjesë e fazave të punimit që janë duke u ndërtuar gjatë kësaj kohe. Ndërkohë, gjatë kësaj periudhe dhe periudhës së sezonit veror, siç edhe mund ta shikojë çdo njeri, është duke u punuar me ritme shumë të këndshme për të përfunduar segmentin që thash kalon edhe mbikalimin e Kasharit dhe shkon pothuajse deri te Kaza Italia. Ndërkohë, ARSH-ja është duke punuar edhe me grupet e interesit për hyrjet e daljet të subjekteve tregtare në gjitha nyjet përkatëse, siç është nyja e Rinasit apo nyjet e tjera, sepse patjetër ajo rrugë i shërben qytetarëve, por ne e dimë që aty ka dhe subjekte tregtare që janë në të dyja krahët e rrugës dhe jemi duke marrë me vëmendje dhe duke i parë me vëmendje gjitha propozimet që na vijnë nga grupet e interesit. Të shpjegova, për mbikalimin të këmbësorët, është duke u punuar mbikalimi që është evident, që ka dhe një kufizim kursie, që është të një qendër tregtare. Në qoftë se ka nevojë për mbikalime tjera, krejtësisht dëshirojmë që të ulemi të shikojmë se ku mund të shtohen mbikalime tjera.